Le të kthehemi pas në kohë, në një moment kur Republika Romake ishte praktikisht në gjunjë. Sot do të flasim për një krizë të thellë, një moment ekzistencial që e vuri Romën përballë një zgjedhje të vetme, një zgjedhje që, pa egzagerim, do të përcaktonte të ardhmen e gjithë botës perëndimore. Kjo është pyetja e madhe, apo jo? Një enigme vërtet strategjike, një pyetje që ka munduar generale e lider për mijë vjeçar. Dhe siç mund ta merrni me mend, përgjigjja, ajo nuk është kurrë e thjeshtë. E për Romën, kjo nuk ishte as pak një pyetje teorike, ishte një realitet i përgjakshëm, i hidhur. Pas një serie disfatash që vështirë se mund të imagjinash, vetë mbijetesa e Republikës ishte fjalë për fjalë në fije të perit. Kjo e detyroi Senatin të hynte në një debat që do të trondiste themelet e vetë identitetit romak. Mirë, tani, le të zhyremi pak më thellë. Për të kuptuar vërtet peshën e këtij debati, duhet të përpiqemi të ndjejmë dëshpërimin e thellë që kishte kapluar Romën. Kjo krizë, duhet ta dini, nuk ishte thjesht ushtarake, Jo. Ishte diçka më e thellë, ishte një krizë psikologjike. Vetëm imagjinoni pak panikun në rrugët e Romës, 2 ushtrit të tëra konsullore, vetë krenaria e Republikës, thjesht të fshira nga faqja e dheut, dhe Hannibali? Ai nuk ishte më një kërcënim i largët matan Alpeve. Tani ai ishte aty, në pragun e derës së tyre, një fantazm që po diqte gjithçka që i dilte përpara. Dhe pikërisht nga ky dëshpërim doli përgjigjja e parë, ajo më instinktivja. Ishte përgjigjja klasike romake, rruga e luftës, e mbrojtur me pasion të zjarrt nga një njeri i quajtur Marcus Minicius. Cila ishte kjo rrugë? Rruga e agresionit të pastër e të pamëshirshëm. Për Minucion, kjo nuk ishte thjesht një betejë. Jo, ishte shumë më tepër. Ishte një provë e vullnetit. Ai besonte se fuqia e vërtetë e Romës nuk qëndronte vetëm te shpatat e legjionarëve, por te reputacioni i saj, te aura e saj e pathyeshmërisë. Ti shmangesh e betejës, për të, kjo do të thoshte të pranoje frikën. Dhe frika, sipas tij, ishte një helm që do ta vriste Romën më ngadalë, por më sigurt se çdo ushtri e Hannibalit. Pra, siç e shihni, argumenti i Minuciusit ishte thellësisht psikologjik. Ai po thoshte, nëse presim, aleatët tanë do të fillojnë të dyshojnë. Populli ynë do të mbas shpresën. Praktikisht, po hiqnim dorë nga avantazhi ynë më i madh, numri pafund i legjioneve tona. Kjo ishte një thirrje që Roma t'ishte vetvetja. T'ishte një ujk i rritur për pushtim, jo një qeng që fshihet nëpër kodra. Por kundër këtij instinkti të zjarrt u ngrit një zë tjetër, një zë i ftohtë, llogaritës dhe, le ta themi, thellësisht jo roman në thelbin e tij. Ishte zëri i Quintus Fabius Maximus, njeriu që historia do ta pagëzonte me nofkën kunktator, vonuesi. Dhe kjo frazë, kjo godet pikërisht në zemër të gjithë debatit. Me një fjali të vetme, Fabius e zhvesh plotësisht argumentin e Minuciusit nga çdo fije lavdije. Ai e zhvendos fokusin. Nuk flasim më për nder, sepse nderi ishte mbytur në baltën e përgjakur të Trasimelës. Tani, thoshte ai, flasim për mbijetesë të pastër, të ftohtë, të pamëshirshme. Të sulmohesh sërish në të njëjtën mënyrë? Për të, kjo nuk ishte trimëri, ishte thjesht vetvrasje planifikuar. Dhe ky, mendoj unë, është çelësi për të kuptuar gjenialitetin e Fabiusit. Strategjia e tij nuk ishte as pak pasive. Nuk po flasim për të fshehur. Ishte një strategji aktive e rraskapitjes totale. Mendojeni kështu. Hannibali ishte mjeshtri i betejës së vetme, i goditjes nokaut. Fabiusi nga ana tjetër po e ftonte në një lojë krejt tjetër. Një luftë logjistike, durimi dhe nervash. Një luftë që Hannibali, i vetëm dhe izoluar në tokë armike, thjesht nuk kishte si ta fitonte. Ja, kjo fjali përmbledh gjithë filozofinë e tij. Fabiusi nuk po përpiqej t'i tregonte Hannibalit se Roma ishte e ashpër apo e fortë. Jo. Ai donte t'i tregonte diçka tjetër, që fitoria e Romës ishte e pashmangshme. Ai po e kthente vetë kohën, në armën e tij më të fuqishme. Po e linte ushtrin kartagjenaze të kalbej nga brenda, ditë pas dite, ndërkohë që Roma, e sigurt prapa mburojës së tij, vetëm sa forcoi e forcoi. Dhe pikërisht këtu, debati shkon përtej strategjisë ushtarake dhe bëret diçka shumë e thellë. Kjo nuk ishte më një zgjedhje e thjeshtë, midis sulmit apo mbrojtjes, jo. Kjo u shndrua në një betejë për vetë shpirtin e Romës. Këtu kemi përplasjen thelbësore. Çfarë ishte Roma? Ishte një ujk i rritur për pushtim, një forcë e pastër e natyrës që vepronte vetëm me instinkt, apo ishte një shtet i qytetarëve të udhëhequr nga arsyeja, një shtet që përdorte luftën si një instrument të ftohtë me saktësinë e një kirurgu. Pra, pyetja nuk ishte thjesht si ta fitonin luftën, ishte
Çfarë lloj fuqie do të ishte Roma nëse do të arrinte të mbijetonte? Me këtë goditje therrëse Fabiusi në thelb po thoshte se argumenti i Minuciusit nuk ishte trimëri, por thjesht një refuzim kokfort për të mësuar nga gabimet katastrofike të së shkuarës. Ishte një akuzë drejt për drejt. Ai po i thoshte, strategjia jote nuk është thjesht e gabuar, është irracionale. Por Minuciusit nuk u tërhoq. Ai u kundërpërgjigj me urgjencën e një realiteti brutal. Për të gjitha këto analiza të ftohta të Fabiusit ishin një luks që Roma nuk mund ta përballonte ndërkohë që Italia digjej. Ai praktikisht po e akuzonte Fabiusin se po e ngatronte maturinë me paralizën. Po argumentonte se ndonjëherë rreziku i më i madh nuk është të veprosh gabim, por të mos veprosh fare. Pra, dy vizione krejtësisht të kundërta për të ardhmen e Romës. Pyetja mbetet, kush kishte të drejtë? Në fund të fundit, cili ishte verdikti i historisë? E po siç ndof kaq shpesh në histori, përgjigja nuk ishte e thjesht, bardhë e zi. Nuk ishte një fitore e qartë për njërin palë. Përgjigja ishte një sintezë të dyjave. Historia na tregoi se asnjëra nga këto strategji e marrë më vete nuk do të mjaftonte. Le ta zbërthejmë pak këtë. Durimi strategjik i Fabiusit, ai ishte mburoja. Mburoja që shpëtoi Romën nga shkatrimi total dhe i menjëhershëm. I dha Romës kohën e çmuar për të marrë frymë, për t'u rigrupuar dhe forcuar. Por, një mburoj vetëm të mbron, nuk e fiton luftën. Për fitoren përfundimtare, Romës i duhej edhe shpata, dhe ajo shpatë ishte agresioni llogaritur i një generali si Scipio Africanus, i cili mori shpirtin luftarak të Minuciusit, por e përdori atë me mençurinë dhe durimin që mësoi nga Fabiusi. Dhe pikërisht ky tension i përjetshëm midis mbrojtës së durimit dhe shpatës së veprimit është arsyeja pse ky debat i lashtë romak mbetet kaq rëndësishëm edhe sot. Nga sallat e mbledhjeve të korporatave deri te dhomat e situatës ushtrive moderne, liderët ende përballen me të njëjtën pyetje themelore. Kur është koha për të pritur dhe kur është koha për të goditur? Kështu që në fund mbetemi me këtë pyetje qendrore. Një pyetje që shkon përtej historisë dhe vlen për çdo krizë, të madhe apo të vogël. Në fund të fundit, ku qëndron forca e vërtet? Tek guximi për të vepruar me vendosmëri apo tek mençuria për të treguar durim strategjik? Përgjigja natyrisht nuk është as pak e lehtë, dhe ndoshta, vetëm ndoshta, aftësia për të gjetur ekuilibrin e përsosur midis të dyjave është shenja e vërtetë e mjeshtrisë strategjike.